Përse namazi? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, puna ma e mirë e njeriut, e robit të Allahut, është të falë namazin në kohën e vetë. Përse namazi? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur namazin shtyll të fesë. Shtyll e fesë, shtylla kryesore. Kur themi shtylla kryesore që e ban një objekt, do thotë që asesi nuk ban me largu, apo me rënu, apo me dëmtu atë shtyll, sepse rrezikohet i tërë objekti. Përse namazi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e ka quajtur nur, dritë. Edhe argument ditën e kiametit, që njeriu në atë errësirën e madhe, kur do të vendoset ura e siratit mbi zjarrin e xhehenemit, do të jetë edhe terr i plot, errësirë. Dhe nuk do të ketë mundësi dikush me kalu përpose me dritë. Ajo dritë është drita e namazit. Nuri i namazit ku do të ketë mundësi me pase ku me shkel, ku me kalu atur mbi zjarrin e xhehenemit, e që është urë që e drejton njeriun besimtar në xhennet. Dhe është argument në ditën e kiametit që ti ke qenë besimtar.